Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetjet më të përzemërta lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Demokracia lulëzon në tokën e lirisë së shprehjes, kur fjalët, idetë dhe mendjet janë të lira. Censura është një hije e errët që kërcënon të mbulojë dritën e demokracisë. Në një shoqëri demokratike, çdo individ ka të drejtën të shprehë mendimet e tij, të kritikojë, të debatojë apo dhe të kërkojë ndryshim. Censura e shkel këtë të drejtë themelore dhe krijon një atmosferë frike. Ajo është një armë e rrezikshme që përdoret për të heshtur zërat tanë. Ne duhet të qëndrojmë të vendosur për të mbrojtur lirinë e fjalës dhe të ndihmojmë në çdo formë censurën që na kërcënon të na privojë nga kjo e drejtë e çmuar. Në një shoqëri demokratike, censura duhet të trajtohet me shumë kujdes dhe të mos lejohet të përhapet. Në vend të saj duhet të promovohet liria e shprehjes dhe të mbrohet e drejta e çdo individi për të shprehur mendimet e tij pa frikë. Faleminderit.